këta e në këqina e të mirë dhe kështu e ka kriju polarizim të thellë të shoqërisë dhe tash aj nuk mundet me uqu e me thirë PDK-n me thonë hajde bashkëpunojmë. Unë habitem edhe qysh e thirë edhe LDK-n me bashkëpunu, kur i njëjti ju ka thonë njerëzve hajvana, i njëjti ja ka shkarku ministrin cilin e ka pas, i njëjti ja ka qujtë kryetarin e partisë tratar të kombit, na kujtohen në thirrjet Isa Hasha, Esat Pasha. Ja kanë sulmu më shpinë, ja kanë sulmu njëri shpinë, e kanë sulmu kuvenin e Kosovës. Prandaj qytetari i Kosovës duhet ta di një gjë, që Albin Kurti më nuk do të jetë kryeministër i Kosovës as tani pas tyre zgjedhjeve, por as pas zgjedhjeve të ardhshme. Zoti Kurti ka marrë fund si kryeministër i Kosovës, sepse e para faktorin ndërkombëtar është kundër tij dhe SBA-t në veçanti nuk dëshirojnë që zoti Kurti të jetë më kryeministër i Kosovës.